Pila. Jemi lidhur me 30 vjeçarin 1910 në Mitrovicë. Personi I cili betoi masakrës, gjithësisë pushkatimit të shavarinat e Feronilit, I zënë në Verbos. Kur nata rambi tokën e plagosur, kur heshtja mbuloi zërat e pafajshëm, një zemër vazhdoi të rrah, një dëshmitar mbeti gjallë. Behari! Ishte maj I vitit 99, një ditë që koha nuk mund të harroj. Pran Feronilit mbeti një plagë e madhe, një kujtim që në zemra gjithmonë qëndron. Mes dhimbjes, frikës dhe plagëve të luftës, Behari u përball me errësirën. Kur gjithçka rreth ti u bë heshtje, ai ruajti brenda vetes dritën. Nën hijen e atyre që ranë atë ditë, një shpirt mbeti për të dëshmuar, një jetë e shpëtuar nga ajo tragjedi, për t'u treguar brezave të vërtetën. Behar, emri yt jehon, mbi tokën ku dhimbja la gjurmë. Ti ishe zëri kujtesës, ti ishe drita pas errësirës. Behari, I mbi jetuar I fundit, mbajte mbi supe peshën e viteve. Për ata që heshtën për gjithmonë, ti fole me zërin e së vërtetës. Nga ajo ditë të rënd more me vete, një amanet që nuk e harrove kur. Çdo kujtim ishte një plagë e vjetër, por çdo fjalë ishte dritë për botën. Rrëfimi yt kaloi përtej kufive, u dëgjua larg në çdo anë. Një njeri vetëm tregoi historinë që kujtesa të mos humte kur. Ti nuk fole vetëm për veten, por për çdo jetë që mbeti pas, për çdo familje me zemër të thyer, për çdo emër që kërkon kujtes. Koha mund të kaloj, por zëri yt mbetet. Vitet mund të ecin larg, por e vërteta nuk shuhet. Një emër, një dëshmi, një histori. Sa të këndohet kjo këngë, emri yt do të mbetet për gjithmonë. Një zë, një jetë, një kujtim. Behari,
nga figurat më domethënëse të kujtesës së masakrës së Shavarinës në Glanacel ka ndruar jetë. Ishte i vetmi që kishte shpëtuar masakrës së 1 majit të vitit 1999, në të cilën u vran mbi 40 civil shqiptar. Historia e tij u bë e njohur në mbar botën nëpërmjet gazetës amerikane The Salt Lake Tribune, e cila në atë kohë botoi artikullin me titullin "I mbijetuari i vetëm". Topilla kishte mbetur i plagosur dhe i fshehur në trupat e viktimave derisa arriti që të shpëtonte. Largimi i tij lën një boshllëk të madh pasi me të shohet edhe një zë i pazëvendësueshëm i të vërtetës historike.